Një nga vendbanimet e Gjakovës që vazhdon të ruaj traditën dhe bukurinë është edhe fshati Kusar. Vetëm pak kilometra larg zonës urbane, ky fshat njihet për natyrën e pasur, mikpritjen e banorëve dhe historinë e gjatë, duke u bërë gjithnjë më shumë një destinacion i preferuar për vizitorët që kërkojnë qetësi dhe autenticitet. Edhe në këtë fundvjeshtën, në hapësirën e bukur të këtij fshati, piktoresk të shesyri fusha të gjelbëruara dhe burime me ujë të pastër, që krijojnë një ambient të përsosur për pushim dhe rekreacion. Në secilën stin të vitit, fshati Kusar paraqet një pamje ndryshe, pranë verë të gjallë me lule plot, verë të mbushur me gjelbërim, vjesht me ngjyra të arta siç duket edhe sot dhe dimër që mbulon gjithçka me bardhësi. Banorët e Kusarit merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori, ndërsa vitet e fundit po vërehet edhe një interesim i shtuar për zhvillimin e turizmit rural, si një mundësi për promovimin e potencialeve natyrore dhe kulturore që ofron fshati. Vaskat e Curelit, si një burim i pashtershëm i ujit, japin një imazh të veçantë fshatit, e që sipas banorëve është një vend i frekuentuar nga të gjithë, bashkë me atraksionin e bukur që ofron edhe shpella e Kusarit.